Damian Gjiknuri u renditi pari në qarkun e Vlorës si pjesë e listës së hapur të Partisë Socialiste me 10.031 vota. Deputeti zgjedhur ka ndarë disa momente festive nga shtabi i tij qendror. Ai thotë se këto janë momente festive nga shtabi i tij elektoral për 10.000 plus vota dhe mandatin e 9 të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Gjiknuri thotë se presim edhe votat e diasporës, ndërsa ka një falënderim zemre për çdo që besoi tek ai dhe tek Partia Socialiste për Shqipërinë Europiane 2030. I dyti i listës ishte Vullnet Sinaj me 8.757 vota. Faleminderit nga zemra qarku të Vlorës, thot në reagimin e tij deputeti Sinaj. Në Vlorë realizua misionin me 9 mandate. Numërimi vazhdon me votat nga jashtë vendit, por unë dua të shpreh mirënjohjen time më të thellë për secilin që më besoi dhe më mbështeti me votë në këtë rrugëtim. Mbi të gjitha falenderoj të gjithë banorët e qarkut të Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë për mbështetjen e madhe që i dhanë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Ju keni votuar për të ecur përpara dhe bashkë do të ecim përpara me punë, ndershmëri dhe ide të reja, thot deputeti Sinaj. Jam thellësisht mirënjohës për mbi 8.750 vota për mua personalisht që vinë nga çdo cep i qarkut të Vlorës, e që vazhdojnë të shtohen ndjeshëm prej diasporës. Kjo është një përgjegjësi e madhe dhe një nxitje fortë për të vazhduar me përullësi, përkushtim dhe punë të ndershme në shërbim të qytetarëve të qarkut tonë. Faleminderit për çdo votë, çdo fjalë mbështetjeje dhe çdo besim të dhënë. Bashkë do të ecim përpara, përfundon deputeti Sinaj. I treti i renditur në listën e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës është Ardit Bido me 7.360 vota. Edhe Ardit Bido ka një falënderim për Vlorën, por edhe për bashkitë e tjera të qarkut, ndërsa sikundër thot edhe ai vet ishte më i votuari në Delvin dhe Konispol. Mirënjohje çdo vlonjati që dha verdiktin e tij për Partinë Socialiste dhe për ulje 1.852 zemrave vlonjate që më dhanë besimin personal në Vlorë, përfundon ndër të tjera Bido. Më herët ai shpërndau edhe një mesazh në rrjetet sociale. Në hijen e PMS Ulliri, teksa presim rezultatin e Bashkisë Saran, fitoria më e thellë në Bashkinë Konispol dhe në Bashkinë Delvin se sa zgjedhjet e kaluara, është treguesi më i mirë se Partia Socialiste do të shkojë në 9 mandate në qarkun e Vlorës. Fitore, numri 5, dhe shihemi në parlament.